Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. E falenderojmë Allahun azza wa jall, salavatet dhe selamet ja dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, shokëve të tij dhe të gjithë atyre të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Ai ka ndodhur dikujt prej jush, prej neve, që nga një herë me pas një farë ngushtimin gjoks, mos me një vetën rahat, mos me një vetën të lumtur, me një vetën pak si në siklet. Ma menja se cili për njerëzve, ose një pjesë, me thonë ashtu, një pjesë e njerëzve e kanë hetu, qoftë edhe një periudhë kohore. Në atë moment kur e kanë hetu këtë, shka ka shku mendja, se cilit pej, do shta dikujnë e ka shku mendja me shku të psikiatri, ose të psikologu, me konsultu me ta, me këshirë çka ka. Mos e ka godit ndonjë ankth, ndonjë depresion, ndonjë stres. Do shta dikush tjetër ka thonë, më ka rrok mësyshi, më ka rrok sihri. Edhe këto dyja janë shkaqe, që e shkaktojnë ndoshta atë farë ngoshtimin e gjoksit, edhe një farë parehatie, një farë lloj sikleti. Mirë po, rrallë për njerëzve i shkon mendja te një sebeb tjetër, i cili është sebeb me të vërtetë që ndikon në ngushtimin e gjoksit. Ajo është, kujna ka shku mendja që për shkak gjunave që i kom bo, atëherë më ka ndodhur kjo. Allah azza wa jall si ndëshkim më ka bo që për shkak të ndonjë gjunave që kom bo, me pas një farë lloj parahatie. Për shembull, dikush o zgju në namazin e sabahit, o zgju herët, mirë po pasi që ti ketë dal koha namazit sabahit. E ka një vetën vështirë, ka një vetën rënd, ka një vetën gjatë ton ditës, ndoshta i ka se ka një vetën mirë, një farë lloj ndjenje e më thonë mëkatit, në shoh se mund me thonë ashtu, edhe pse ndoshta dikush nuk e ka ndi. Pra, ai ka shku mendja ose kujna i shkon mendja që ndoshta për shkak të gjinoheve, për shkak të mëkateve ndodhen disa çështje në jetën tonë, jo për shkak të mësyshit, apo për shkak të sihrit, apo për shkak të gjinve, apo për shkak të depresionit, e ankthit, e stresit që i përmenëm më herët. Edhe kjo është tema që do ta trajtojmë na me lejen e Allahut azza wa jall. Do të flasim për gjinohet. Do të flasim për gjinohet, për pasojat e gjinoheve. Do të flasim as pari se çka do të thonë fjala gjinah. Të na përdoren dy terma, mëkat, gjinah. Mirë, po në arabisht ka më shumë se sa një term, i thonë dhunub, i thonë khati'a. Mirë, po ajo çka është që është përdorur shpesh herë në Kur'an dhe Sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është se gjunohave në arabisht i thonë el-ma'asi, e që është marrë prej fjalës isyan. Çka do të thonë fjala gjunah, ose ka shku mendja dikujt për neve me thonë mirë e kuptuam gjunah. Mirë, po çka do të thonë fjala gjunah në të vërtetë? Tham në arabisht ma'asi prej isyan. Edhe vetë kjo, në qoftë e kuptojmë na atë farë kuptimin gjuhësor, na mundëm e kuptu pse janë quajtur gjunohet ashtu. Gjunohet janë quajtur gjunohe ose mëkate për arsye se rrjedhin nga ajo fjala që përmendëm më herët, mirë po që ka kuptimin mosbindje. Dikush thuhet për dikën për shembull se ju ka bind Allahu azza wa jall. Ata Allah. Dikujna asa Allah, do të thonë nuk i ka bind Allahu azza wa jall. Pra me një fjalë, çka do të thonë fjala gjunah ose mëkat si përdoret në termin e zakonshëm, është që kur një njeri e lën ndonjë urdhër që ka urdhëruar me ta Allahu azza wa jall ose pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ose e bën një ndalesë që ka ndaluar nga ajo Allahu azza wa jall dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është gjunohi. Domethënë kur Allahu azza wa jall në formë të prerë ose pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në formë të prerë ka urdhëruar me vepru diçka. Edhe dikush e lën, për shembull, faljen e namazit, domethënë respektimin e prindve, e qëllimisht i lën këto, atëherë ka bëu gjinah. Ose Allah azza wa jall ka ndaluar diçka, nga zinaja, nga alkooli, nga domethënë gjërat e ndryshme që ka ndaluar nga to Allah azza wa jall, në momentin kur njeriu e bën një gjë të tillë, domethënë e kundërshton urdhrin e Allahut azza wa jall, atëherë në atë moment ka bëu gjinah. Kjo është domethënë koncepti i gjinohet. Dhe Allah azza wa jall ka përmend këtë fjalën isyan në Kur'an dhe domethënë wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah azza wa jall përmend se
Allahu është ai i cili ju ka bo juve me urrejt kufrin, mosbesimin, wal fusuk, edhe gjinohet, shturjen, po edhe isyan, mosbindjen. Në këtë rast në që ose marrin këtë farë aspektin pak ma gjusor, mirë po është për qëllim, dhe më thonë, ju ka bo që në zemrat e juve, ju me urrejt gjinohet, me urrejt kufrin, me urrejt, dhe më thonë, mos nënshtrimin dhe mos bindjen ndaj Allahut Azza wa Jall. Mirë, shtrohet pyetja, pse njerëzit binë gjunohe? Pse njerëzit binë në gjunohe? A ka diçka që ndikon që ata me ranë gjunohe? Na dim se i biri Ademit është që Allah Azza wa Jall kështu e ka kriju që, dhe më thonë, ka predispozit për me bot gjunohe. Është njeri në përgjësi është gjinohqar, sepse është i mangët, është i varfër, dhe ka mangësia dhe të metat e shumëta. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar se çdo biri i Ademit bën gjunohe. Edhe na bën gjunohe, vetëm pejgambert janë të mbrojtur nga gjunohet. Vetëm pejgambert janë të mbrojtur nga gjunohet. Mirë po, cilat janë ato shkaqet që i bën njerëzit me ranë gjunohe? Pse njerëzit binë në gjunohe? Njëra prej atyre shkaqeve pse njerëzit binë në gjunohe është mosnjohja e Allahut Azza wa Jall, edhe bindja e dobët në Allahun Azza wa Jall. Ose me thonë pak më ndryshe, mungesa ose dobësia e ndjenjes se Allah Azza wa Jall e mbikëqyr. Dobësia e frikës së Allahut Azza wa Jall. Dobësia e dashurisë ndaj Allahut Azza wa Jall. Dobësia ose mungesa e madhërimit të Allahut Azza wa Jall, respekti ndaj tij. Çka ndikon që njerëzit me ranë gjunohe? Pse? Për arsye se nëse në zemrën e njeriu është madhërimi për Allahun Azza wa Jall. Nëse njeriu e njeh Allahun Azza wa Jall, kush është Allahu Azza wa Jall? E njeh vetveten e tij, që është i varfër për Allahun Azza wa Jall. Po edhe njeh Allahun Azza wa Jall që është krijuesi, furnizuesi, edhe ai i cili në dorën e tij është çdo gjë. Dhe e njeh me emrat edhe cilësitë e Allahut Azza wa Jall, atëherë ka me madhru Allahun Azza wa Jall, po ka me madhru ato shëntrit e Allahut Azza wa Jall. E pe shëntrive të Allahut Azza wa Jall, simboleve të Allahut Azza wa Jall është edhe që ka ndalu nga diçka dhe ka urdhëruar për diçka. Ka me madhru çto. Në zemrën e tij ka me pas madhërim ndaj Allahut dhe si rezultati i kësaj është edhe madhërim ndaj atyne urdhave ndaj ndalesave të Allahut Azza wa Jall. Në momentin kur dobësohet kjo, kur bën kjo, atëherë njeriu pastaj bën gjunohet. Se, domethënë ka dobësu ajo far madhërimi për Allahun Azza wa Jall, madhërimi për urdhat edhe për ndalesat. Pra njëra prej shkaqeve pse njerëzit binë gjunohe është se duhet me shikuar vetveten tonë. A njohim na mirë Allahun Azza wa Jall? Jo si besim teorik, mirë po me përjetuar vetveten tonë. Domethënë Allah Azza wa Jall po na sheh, është ai i cili na dëgjon. Në këto momente kur vetëm dhe pastaj e hapi internetin, edhe hapi diçka, ti del një video, edhe diku domethënë del një video aty pornografike. Nëse unë madhron Allahun Azza wa Jall, madhron udhënat e tij, atëherë më njëherë kam ndikuar që kjo fangjesi, kjo ndjen e imja për madhërimin e Allahut Azza wa Jall me braktis ata, me lon ata, më thonë, s'kam nevojë unë më pa tjetri, se vetvetiu e madhroj Allahun Azza wa Jall, i madhroj urdhat e tij dhe i madhroj ato që ka ndaluar Allahu Azza wa Jall. Njëra prej atyne shkaqeve pse njerëzit binë gjunohe është se nganjëherë binë gjunohe për shkak të dyshimeve që kanë. Dyshime në Allahun Azza wa Jall, dyshime në ditën e Kiametit dhe dyshime të ndryshme që njerëzit mundën mi pas, dyshime rreth fesë në përgjithësi. Dhe fitneja, sprova dyshimeve është fitnes e madhe. Është më herë masojnë vjen edhe sprova e epsheve. Mirë po kjo është më e madhe. Domethënë sprova e dyshimeve dhe sprova e dyshimeve lind ose mund të thonë çish mund të ardh që dikush për shembull ka musliman, mas një kohë ka nisë me deviju, ka nisë me pas dyshime. Pse ndikun ato dyshime më përhap të ai ose me ndiku të kaj? Janë disa shkaqe. Njëra prej atyre shkaqeve se s'ka pas dije mjaftueshme. Domethënë s'ka pas dije. Dhe e ka ndëgjuar aty në dyshim, aty edhe pastaj e ka lëkundat besimin e tij, bindjen e tij, dhe kur të lëkundet bindja masanej, kjo ja lehtëson atin edhe bënien e gjunoheve, se mo masanej për ta ja nisa ja fa me lëku bindja në ditën e Kiametit, me thon vetë haj se s'ka gojle, se bëj këto po s'ka gojle, se baba ki s'ka atje në botë tjetër, ose s'ka dënim, ose s'ka këtu, ose s'ka këtu. Në këtë moment, domethën atina njerëz që i kanë hi dyshimet, si kjo dyshim
i cili mundet me shkaktu shumë lehtë që me bën njeriu gjinoha të shumta, po vetë dyshimin vetvete është edhe gjuna, sepse dyshimin nëse arrin atfar nivelin që për me kollë dyshim në Allahun Azza wa Jall, kjo është edhe mosbesim, edhe është në vetvete gjuna, është vetvete pe gjunahe më të mëdha, domethënë kur njeriu del mosbesim për shkak të dyshimeve të tij serioze rreth Allahut Azza wa Jall, atëherë kjo në vetvete është dyshim. Mirë, po mundet të na sjell gjunahe të tjera që përmendëm. Kur janë nisë me u lëkun të ka i bindja, atëherë shumë lehtë i ka me bo edhe gjinohat të tjera. Tham, këto dyshime që vinë tek njeriu, i vinë si pasojë e dijes së dobët, nga njëherë njetit prishun, nga njëherë vinë nga një keq kuptimi diçkaje, kuptimi gabumi diçkaje, ka njëherë vinë edhe nga një transmetim të rrem, në ndonjë diçka që është transmetuar atina ndonjë ngjarje e rrem, ose e vinë nga ndjekja e epshit, ndjekja e pasioneve. Ndjekja e pasioneve dhe ndjekja e epshit. Më thonë, qëto që i përmenda, mune me shkaktu dyshime dhe pastaj me ndiku kja që me njerëzit në ronë në gjinohe. Mirë po, njerëzit bine në gjinohe për shkak të epsheve. Për shkak të epsheve, kur s'munet më përball me epshin, s'munet me bëu sabër, edhe ka para vete epshe dhe pastaj ndikon që me bëu gjinohet të ndryshme, sidomos gjinohet që kanë të bëjnë me amoralitet. Do të thonë shikimin haram, prekjen, pastaj edhe aty, do të thonë derisa të kalojnë tek zina, naudhu billah. Do të thonë epshet, kur njeriu s'munet me bëu sabër. Për këtë arsye, dietar duke bazuar në një ajet kuranor, Ibn Qayyim edhe Ibn Taymi rahimahullah përmendin se njeriu çysh mundet më përball me dyshime nëpërmjet bindjes. Ndërsa çysh mundet më përball nëpërmjet, do të thonë mundet më përball me epshe nëpërmjet sabrit. Bindja dhe sabri janë ato të cilat e shkaktojnë që njeriu me kon imam në fe, Bi sabri wal yaqin tunanu imamatu fi din. Ka thënë Ibn Taymija, mirë po është një ajet kuranor që ka marrë për bazë وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. Dhe i kemi bërë ne, dhe më thanë pejgamberët, i kemi bërë ejme, i kemi bërë udhëhesa në fe me urdhën tonë për shkak që kanë bërë sabër dhe që kanë qenë të bindur në ajetet e Allahut Azza wa Jall. Sepse nëpërmjet sabrit, njeri kur bën, domethënë kur është para ndonjë epshit caktuar, atëherë kur bën sabër, atë e te kalon këtë far fitnën e epsheve. Mirë, por nëpërmjet bindjes e te kalon fitnën e dyshimeve. Njëra prej atyre shkaqeve që ndikon që njerëzit me ra në gjinoha është shejtani, armiku i njeriut. Inna shejtane lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Thot Allah Azza wa Jall, shejtani është armik i juve, prandaj konsideroni edhe merrni për armik të juve. Ka shejtan njerëz, ka edhe shejtan për njerëzve, të cilët urdhërojnë për të keqe. Dhe Allah Azza wa Jall ka treguar minal jinnati wan nas. Do të thonë për gjinëve dhe për njerëzve. Ka shejtan për njerëzve. Njeriu qysh më u largu ose qysh më përball me shejtan për njerëzve, duke u bot mirë atyne dhe duke u mundu që të keqen me u kthy me të mirë. Çashtu, do të thonë ruhesh prej sherrit të shejtanëve njerëz. Ndërsa prej shejtanëve të cilët janë shejtan nga rrota e gjinëve, atëherë ruhesh duke kërkuar mbrojtjen e Allahut Azza wa Jall. Pastaj kur jemi te gjinohet, dietar sikur se Ibn Qayyim rahimahullah përmendin se ka hin gjinohet tek njeriu, ka i kanë ato portat, dyert e tyna për me hi tek njeriu. Ibn Qayyim thot kështu, thot se shejtani bashkë me përkrahësit e tij, idhtarët e tij, ndjekësit e tij, thot vjen te ajo që quhet an-nafsul amara bisu, nefsi i cili urdhëron për të keqe. Dhe pastaj e jush nefsin, edhe këshyr cilat janë ato dëshirat, pasionet, qefet e tina, lakmit e tij. Dhe kur vjen në atë moment që mu bo bashkë nefsi që gjendet brenda njeriu, që urdhëron për të keqe, bashkë me shejtanin, atëherë hyn tek njeriu dhe i zotrojnë ato portat, ato dyert nëpërmjet cilave shejtani shumë lehtë dëbërton edhe e kapë dhe shtrëngon atëfar zemrën e njeriu. Cilat janë ato? Porta e synit, porta e veshit, porta e gjuhës, porta e gojës dhe porta e dorës edhe këmbës. Domethënë, nëpërmjet nëse shejtani bashkë me nefsin, domethënë i zotron këto porta, atëherë dëpërtojnë dhe njeriu nëpërmjet që s'po mundet me ball shejtanit dhe
po ashtu edhe dëshirave të vetvetes së tina, atëherë shumë lehtë bjen në gjinohe. Në përmet synit, duke nxit me shiku vetëm ato çka është haram. Jo për me këshyrë ose me vështru diçka për meditim, për me meditu Allahun azza wa jall. Ose veshim me dëshuve diçka çka është haram. Jo me dëgju diçka që është e vërtetë dhe e cila ndikon tek njeriu. Pastaj gjuha me fut me thon fjalë të cilat nuk e do Allah azza wa jall, të cilat janë gjinohe. Po ashtu gojën që me hangër diçka që është haram. Po ashtu dorë me prek edhe me punu diçka që është haram edhe kamet ashtu. Pastaj Ibn Qayyim rahimahullah thotë se gjinohat janë të shumta. Gjinohat janë të shumta. Mirë, po esenca e gjinoheve janë 3, thot Ibn Qayyim rahimahullah. 3 janë esenca e gjinoheve. E para për tyne kibri, mendjemasia, e dyta për tyne thotë është hirsi, lakmia, dhe e treta prej tyne është hasedi, xhelozia. Çto janë 3 të cilat janë bazat e gjinoheve. Domethënë e para kibri. Pse kibri? Po kibri ka ndikuar që iblisi me dal prej rahmetit të Allahut azza wa jall, më largu prej rahmetit të Allahut azza wa jall. Allahu azza wa jall ka bo, domethënë e ka përzon prej rahmetit të Allahut azza wa jall, e ka bo lanet, e ka mallku iblisin për shkak të mendjemasisë, kon mendjemadh. S'ka mujt me përballu që dikush në ndonjë krijesë është ma që ka vlerë ma shumë se sa ai, vetë për këtë arsye, domethënë ka ndiku kibri e tina që ai mu largu prej rahmetit të Allahut azza wa jall. Po ashtu hirsi, lakmia e madhe. Njerëzit sot kanë lakmi të madhe, domethënë për sidomos për çështjet pasurisë, kanë lakmi të madhe. Dhe kur futen në ndonjë biznes ka qef me arrit shumë. Ndoshta ndikon që edhe ai biznes ose të këta që merren me aksione se diçka ngritën alë dëshiron edhe me arrit shumë, masani zbresin ato dhe pastaj son ka rënje dhe masani humbin. Mirë po, lakmia e madhe e bën që ai me dash vetëm me përfitu sa më shumë, me përfitu pasuni. E lakmia, që përmend në dietar, ka ndikuar që Ademi alayhis salam me zbrit pe xhenetit. Pra si se kanë ngrënë pemën. Derisa e treta hasedi, domethënë xhelozia, smira, është ajo e cila ka ndikuar që domethënë mu vra 2 vëllezërit, ku është 2 djemt të Ademit alayhis salam. Hasedi, se njëri ty ka pranu aja kurbani e tina, tjetëri s'u ka pranu. Hasedi ka ndikuar që pse ty për të pranuar, pse mu jo, edhe pastaj me vrau vllahun e vet. Domethënë hasedi ndikon çan në zullum. Edhe zullumi më i madh, padrejësia më e madhe, masani kjo është ai kulmi i padrejësisë është vrasja. Kibri e çan njeriu në kufër. Për këtë arsye, domethënë një pjesë e asaj në kufrit që është për shkak të kibrit, për shkak të mendjemasisë. Dhe hirsi, që kjo lakmia çan pastaj në bëmjen e gjinohave të ndryshme sikur se zinaja dhe gjinohat e tjera. Kështu ka thonë Ibn Qayyim rahimahullah. Domethënë këto janë bazat kanë thonë të gjinohave, masane këto janë që thirrën njëra tjetrën edhe e ndikojnë që njëra tjetrën me domethënë nëse ndodh njëna thirr tjetrën. Kështu domethënë ka thonë Ibn Qayyim rahimahullah. Mirë po, ajo për të cilën duhet na më koncentru është ajo për cilat janë pasojat e gjinohave. Na, të gjithë bëjmë gjinohe, mirë po dikon e vrejmë se në pasuninë e tina për shembull, ju ka dukatina që po shkon mirë, gjithmonë të vjedhe, të bo korrupsione, të bo mashtrime. Po në një moment ndodh pasunia tina me hup. Mas qoftë edhe mas 10 vjetë, 15 vjetë, ose hin kamat. I ka hupe të gjithë pasuninë. Domethënë s'ka pas bereqet e pasuni, për shkak shkafit, për shkak gjinohave. Atina ka duk mirë puna atina, gjendja tina mirë. Ose tjetri, ka ndodhur ndonjë sëmundje, ka ndodhur ndonjë aksident, ndonjë fatkeqësi. Dashka ka ndodhur për shkak se sona çatina gjinoha që ka bo, ose gjinohave që i bën. Allah azza wa jall si, domethënë si ndëshkim. Çan edhe fatkeqësitë. I çan edhe fatkeqësitë ndryshme. Një pjesë e fatkeqësive është që Allah azza wa jall i dërgon këto fatkeqësi për me sprovu njerin, kush është më vepër mirë, kush është ai i cili është në pajtim, është i pajtueshëm me kaderin e Allahut azza wa jall. Mirë, po një pjesë e fatkeqësive që i çan Allah azza wa jall janë edhe për shkak të, domethënë ndeshku pakaz në këtë dynjë për shkak të atyre gjinave. Pakaz një ushly njeriu gjinoha që i ka bëu në këtë dynjë dhe Allah azza wa jall dërgon fatkeqësina të ndryshme. Pra,
cilat janë ato pasojat e gjinohave, cilat janë ato të cilat njerëzit nga njëherë nuk i paramendojnë, mirë po ka pasoja të mëdha. Është libri i cili është përkthyer në shqip. E ka emrin Sëmundja dhe Ilaçi Ibn Qayyimit rahimahullah. Ibn Qayyimi është një nga atyre që u merr shumë me këtë problematikë në çështjen e gjinohave. Bile ky libër se shkak i përpilimit të këtij libri është njëri që ju kanë ku Ibn Qayyimit rahimahullah se është duke e bën një gjinah edhe për din që është gjinah, po vazhdon atë gjinah, s'po mundet me u pendu, po pendohet ta përsëri po kthehet, edhe po din nëse e din sigur që nëse vazhdon këtë gjinah atëherë gjinah kam i shkaktuar atina që kam e humb edhe këtë dunja dhe ahiretin, atëherë cila është ajo farrugdalja nga ky gjinah. Edhe Ibn Qayyim rahimahullah ka shkruar këtë libër. Unë e propozoj secilin prej nesh që me lezu her pas here këtë libër. Është i përkthyer në shqip. Por edhe ndoshta edhe me ndëgju ndonjë ligjërat i cili ka shpjeguar, sepse është libër që lidhet me jetën tonë e përditshme, sidomos në kohën e verës. Në kohën e verës njeriu ka nevojë që me përkujtu vetveten e tij që çto që po, domethënë gjunohat që nganjëherë nuk ja vënon veshin, domethënë shikimet e ndaluara, këto mundet të na mundën me shkaktuar domethënë probleme serioze. Mirë po na nuk i paramendojmë ato, nuk i dim. E ku të lexon këto, e kujton vetveten tonë, e përkujton vetveten tonë. Kjo që do të përmendi janë disa prej atyre që ka përmendur Ibn Qayyim rahimahullah në këtë libër. Për këtë arsye kush dëshiron me gjerësisht atëherë le të lexon këtë libër. Për atyre mund na me nda, se Ibn Qayyim rahimahullah vetëm i ka përmend një 40-50 pasoja të gjinohave, nësë mundëm i përmend të gjitha. Mirë po, përmendëm duke ndonë, njëra për tjetër duke klasifiku. Për shembull për këtyne, domethënë e para pasojat e gjinohave mbi individin, mbi personin, pastaj mbi shoqërinë. Kjo sa për këtë individit, çka ka të bëjë me zemrën e tina, me trupin e tij, edhe gjërat e tjera. Për këtë arsye vim edhe thonë sa përket pasojave të gjinohave që kanë të bëjnë me njeriu, me individin e caktuar, dhe që kanë të bëjnë me zemrën e tyre, mundem me thonë se pasojat e gjinohave janë të shumta. Njëra prej tyre është privimi prej dijes. Kur thot dikush privimi prej dijes, po mirë, po kjo ka edhe jo besimtar që të cilët po arrin, po mësojnë, po bëhen të, domethënë janë që arrin kogja shumë, janë gjeni, kanë arrit kogja shumë, edhe përderisa vërim për njerëz të tjerë të cilët fort nuk janë të dhonë mas dijes. Këto është për qëllim dija fetare. Dija fetare e cila ndikon që njeriu me udhëzu Allah Azza wa Jall dhe me qenë në nështrum ndaj Allahut Azza wa Jall. Nuk është për qëllim dija e dunjas. Nuk është për qëllim dija e dunjas. Ajo dija fetare e cila ty të bën në nështrum ndaj Allahut Azza wa Jall. Njeriu kur bën gjinohe, se dija fetare, dija rreth fesë është dritë. Ndërsa gjinohe është errësirë dhe kjo errësirë e fik këtë dritë dhe kanë ardhur prej dietarëve të ndryshëm edhe raste të ndryshme, sikur se Imam Maliku kur ka thonë Imam Shafiut se po e shoh që Allah Azza wa Jall të ka dhënë ty një dritë në zemrën tonë, nëpërmjet cilës domethënë Imam Shafiu ka qenë shumë i zgjum. Domethënë ka mësuar shumë shpejt për mensh dhe ka qenë një prej dietarëve të gjinive të rrallë. Kur e ka pa Imam Maliku ka thonë Allah Azza wa Jall ka pesha që të ka dhonë këtë dritë, mos e fik me gjinohë, mos e fik me errësirën e gjinohës, me errësirën e gjinohëve. Pra kur themi privimi nga dija, domethënë ka dikush mundësi me pas dije të dunjas, e mundet me dita atje të kompjuterat, të nena, me koni shumë i fort. Mirë pas është i udhëzuar. Nuk është ai i cili domethënë e din çka ka kërkuar Allah Azza wa Jall për ti. Nuk e din domethënë ato gjërat elementare që kanë të bëjnë me fejnë Allah Azza wa Jall, me besimin Allah Azza wa Jall, pastaj edhe kjo më sene me ndiku që ai me më nështru ndaj Allah Azza wa Jall, me vepru ma dije. Që kjo është, kur themi pasojat e gjinohave, ka privimi nga dija, nga kush dhe dija rreth Allah Azza wa Jall dhe fejse Allah Azza wa Jall. Çështja tjetër, Ibn Qayyim rahimahullah thot, njëra prej pasojave të gjinohave është errësira që e ndin edhe e heton gjinaqarin në zemrën e tij. Na kur flasim për zemrën, nuk flasim për atë zemrën me valvula, me domethënë pompimin e gjakut. Na po flasim për atë zemrën e cila është burim i imanit, e udhëzimit, edhe i dijes. Domethënë për këtë zemrën e kemi për qëllim. Për këtë zemrën e kemi për qëllim, jo për atë zemrën që domethënë
në cilën në kuptohet domethënë pompimi i gjakut edhe nëpërmjet barkusheve edhe valvuleve, ato që gjenden në zemër. Mirë po kemi për domethënë për zemrën që flasin dietarë zakonisht për atë zemër e cila është burim i dijes, udhëzimit, besimit në Allahun azza wa jall. E pra thot Ibn Qayyim rahimahullah thot se për pasojave të gjunave është edhe errësira në zemrën e mëkatarit, në zemrën e gjunahçarit, që e ndin ai. E ndin se cili njeriu i cili bën gjunahe, e ndin e këtë errësirë. Dhe njeriu kur është në errësirë, sa më e fortë që jetë errësira, çka ai njihet i hutum. Zdin ka përshkan, ka me shku, çka ka para vetës, mos ka ndonjë grop, mos ka para vetës ndonjë mur që mundet me godit. Ha, kur është errësira, atëherë gjithmonë njeriu është i hutum, kur s'ka asnjë dritë. Në kallaj mundem me paramendu tash errësirën, ka herë kur nalet rryma ndoshta pak më shumë, mirë po prapë ka një farë lloj drite, qoftë edhe prej një qyteti tjetër i cili reflekton atë dritë ose drita e honës ose kështu me radhë. Mirë po me paramendu njeriu veten e tina në një errësirë. Edhe ajo errësirë s'ka kurrë aty. Edhe ka mundësi me pas egërsira, ka mundësi me pas grupa, ka mundësi me pas gjithçka. Atëherë njeriu gjithmonë është i hutum edhe gjithmonë në filloj frike tek ai. Se mos po bjen dikun, mos po godet diçka, mos po godet ndonjë element fort shpues i cili e godet ata dhe mund të më shkaktojë gjakderdhë dhe pastaj edhe me vdek një personi. Pra errësia ç'kjo ka ata. Për këtë arsye thot, errësia e mëkatit në zemër është si errësira fizike, sa i përket shikimit, dhe kur forcohet, thot fillon më shfaqet edhe në sy, fillon më shfaqet edhe në fytyrë, fillon më shfaqet edhe në fytyrë edhe bëhet e dukshme për njeriu. Për këtë arsye Ibn Abbas radhiyallahu anhu në një fjalë të tij çka ka thonë, ka thënë inna lil hasana dhiya'an fil wajh. Vepra e mirë, veprat e mira, bindja te Allahu azza wa jall, veprat e mira në përgjithësi shkaktojnë dritë në fytyrë. Dritë në fytyrë. Thot wa nuran fil qalb, dritë në zemër. Wa sa'atan fil rizq, edhe zgjerim në rrezik. Allahu azza wa jall ja zgjeron rizqun, ja zgjeron furnizimin njeriu i cili ju nështruhet Allahu azza wa jall. Wa quwwatan fil badan, edhe ka forcë, shkakton forcë në trup. Çfarë do të thonë kjo forcë në trup? Këta mund me thonë pak më shumë, me sqaru pak më shumë, në mënyrë që me kuptu njerëzit. Ka njëherë dikush ushtron bodybuilding, është i fortë. Mirë, po mi thonë atina, hajde rinë taravi, 1 orë e gjysmë, s'është ngjenje, thotë kam nevojë më ul. Përderisa e vrenti një plak, i cili është, a keni vërejt nga njëherë disa video të cilat janë në haram, me një kom, i cili rrin i më shumë e kështu me radhë, as ka ushtruar bodybuilding, as kurgjë. Mirë po rrin në namaz. Sa është i fortë, se forca e tij na buron pe zemrës, pe imanit buron ajo forcë. Përderisa ky tjetri nin, ja Allah, ka gjë vështirë kemi, po na zgati imami e kështu me radhë. Po me shku në Arabi Saudite për shembull, ose në një vend ku këndohet gjatë. Ose në dikon në vendet Mauritanisë, për shembull atje që këndohet 3 sahat ose 4 sahat këndohen taravit edhe bëhen hatme, domethënë veç në 10 necën e fundit 3 herë. 3 hatme bëhen. Domethënë a mundet me qëndru. Kjo është ajo, domethënë forca që e bën forcën e trupit. Domethënë kush adhurimi ndaj Allahut azza wa jall. Sa të që i fort njeriu mund me kon me gjymtyre, me muskuj e kështu me radhë. Kjo forcë nuk vlen atëherë kur ka është në domethënë aty adhurimi ndaj Allahut azza wa jall. Thot Ibn Abbas radhiyallahu anhu wa mahabbatan fi qulubil khalq. Keni vërej disa njerëz që janë që të gjithë njerëzit i dojnë, ose shumica e njerëzit i dojnë, jetë të dashur për njerëz. Thotë adhurimi ndaj Allahut azza wa jall shkakton që më dash njerëzit. Ndërsa mos adhurimi dhe bërja gjunave bën që njerëzit me urrejt njeriu. O ki s'u ka bukur gjë, mirë po, me urrejt. Për këtë arsye thotë në vazhdim Ibn Abbas radhiyallahu anhu, wa inna lis-sayyati sawadan fil wajh. Mëkati gjunahet shkaktojnë errësirë në fytyrë. Bën fytyrën e zezë. Nga njëherë, subhanallah, kur e vështroj, domethënë fytyrat e plagjve. Te vrej një plak i cili bën adhurim Allahun azza wa jall. Ndoshta s'është i fort i bukur, po fytyra e tij na bën nur. Përderisa një person tjetër shumë i bukur ose kur u koni i ri, u koni i bukur, u koni i mirë, e kështu me radhë, te e vren se fytyra e tij na e ka ndryshuar. Fytyra e tij na e ka marrë atë formën e zezë. Domethënë kjo është, domethënë gjunahet që ndikojnë shpërfaqet edhe në fytyrë. Thot wa dhulmatan fil qalb.
errësirë në zemër. Kjo që e përmendëm errësira në zemër, wa wahanan fil badan, edhe dobësi në trup dhe naqsan fi rizq, paksim në rrezik edhe wa bighdatan fi qulubil khalq, edhe urrejtje në zemrat e njerëzve. Për pasojave të gjinoheve është se gjinohet e dobësojnë edhe likështojnë zemrën. Mund dikush më thonë çysh e dobësojnë zemrën. Në disa mënyra, në disa aspekte mund me vrej këto që e dobësojnë zemrën gjinohet. Çysh? Gjinohet e dobësojnë madhrimin ndaj Allahut azza wa jall. Dhe ulin respektin ndaj Allahut azza wa jall në zemrën e gjinaqarit. Pra si të bën gjinohe, madhrimi i njeriu ndaj Allahut azza wa jall bjen, dobësohet respekti ndaj Allahut azza wa jall. Sepse kishte qenë madhrimi i fortë dhe i madh, madhrimi i madh i Allahut azza wa jall, respekti i madh ndaj Allahut azza wa jall, s'kish më bëu gjinohe. Edhe madhrimi i Allahut azza wa jall e dërthëron njeriu me madhru shentritë e tij dhe me madhru kufit e tij, me madhru që përmendëm më përpara urnat e Allahut azza wa jall. Mënyra e dytë, aspekti i dytë që çysh gjinohet e dobësojnë zemrën është se e dobësojnë zemrën, e dobësojnë atë vullnetin për me bëu vepra të mira, edhe forcojnë vullnetin për me bëu vepra të këqija. Domethënë e dobësojnë vullnetin për me bëu vepra të mira. Ç'kjo është dobësimi i zemrës? Se mos ka fort vullnet, fort i lën do namazë nafile, i lën do gjëra që i din ai ka mësua, ai ka dëgjuar disa herë në përderse se këta është mirë me bë, këta është mirë me bë, këta është mirë me bë, mirë po s'ka vullnet me bë. I din si teori, mirë po s'ka vullnet. Pse? Ka ndodhur gjinohat që e kanë dobësuar këtë vullnet për me bëu vepra të mira ose për me e forcojnë vullnetin për me bëu vepra të këqija. E që kjo është ajo aspekti i dobësimit të zemrës. Edhe aspekti i tretë i dobësimit të zemrës është se njeriu ecë drejt Allahut azza wa jall nëpërmjet zemrës. Domethënë ecë rrugton drejt Allahut azza wa jall nëpërmjet zemrës. Dhe kur njeriu bën gjinohe, ky rrugtim është sikurse më të kap dikush me pranga ose më të qit diçka në far pengesë në rrugë që s'lën më me ecë përpara. Ai cili ka pranga edhe në durë edhe në kom, ai njeriu s'munat më me ecë. Sikurse ata që janë nëpër burgje, për shembull s'munat me ecë. Për këtë arsye, këto gjinoha janë sikurse prangat. Janë për zinxhir që e pengojnë njeriu. Se lojnë ose ecë shumë ngadalë. Njeriu ecë drejt Allahut azza wa jall nëpërmjet zemrës dhe kjo zemër ndikon që me bëu vepra të mira dhe këtu domethënë e dobësojnë gjinohat, e dobësojnë zemrën. Ja, një çështje tjetër është se ose pe pasojave që të gjinohave është se njeriu kur bën shumë gjinohe mësohet me gjinohe. Edhe ja far ndjenja se është duke bën gjinoh, edhe ndjenja se gjinohi është i keq shuhet ose zbehet. Pse shumë njerëz i bojnë shumë gjinohe edhe ma vonë edhe dalin hap tazi para të tjere në mënyrë publike i bojnë gjinohet edhe kërënohet me gjinohe, është se dal nga dal e ka fillu me bo gjinohe, pastaj ju ka zbehja kjo pjesa e brendshme që gjinoja është i shëmtuar i keq. Është mosbindje dhe Allahu azza wa jall. Ai që përmendëm më përpara, kur njeriu, domethënë një herë zgjohet sabah, edhe ka ik sabahu për shembull, e nin veten shumë keq. Po më ndodh një herë, dy herë, tre herë, mësohet me ato. Masanej s'është diçka e madhe tek ai që pe ik sabahu ose po e bën një gjuna të caktuar. Domethënë mos se konsideron çaq të madhe. Dhe pastaj vjen ajo periudha kur njeriu para të tjerëve hub morrja, hub turpi, edhe bën gjinohat publikisht edhe bile krenohet. Dhe bile krenohet me gjinohet. Domethënë kjo është një, këtu kanë të bëjmë me zemrën. Domethënë çysh ndikojnë gjinohet jo në trup, në zemër. Domethënë në zemrën që e përmendëm na ato të mëhershme. Gjinohat mundet edhe me evoluo zemrën, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith ka treguar se kur njeriu kur bën gjuna i bëhet një pikë e zezë në zemrën e tij. Nëse pendohet atëherë ju hiqet kjo pikë e zezë. Nëse vazhdon i bëhet një pikë e zezë tjetër, nëse bën një gjuna tjetër, derisa të bëhen shumë pika të zeza dhe ja mbulojnë zemrën, pastaj kur mbulohet zemra, atëherë edhe voloset ajo zemër. Mo bëu volos ajo zemër, naudhu billah. Domethënë njeriu s'ka mundësi më uzu. Nuk pritet të tina uzim, se ju ka volos zemra,
ka volosur zemra. Khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allahu azza wa jalla ka volosur zemrat e tyre, kuna jo besimtarve. Prandaj njeriu është rrezik që duke bërë shumë gjëra me volosur zemra. Kur të volosur zemra mos ka nuk pritet pe tina diçka, as pendim as diçka tjetër. Kjo është ai far rreziku i madh. Po ashtu gjunohet e shuin atë xhelozin pozitive tek njeriu. Çfarë do të thonë xhelozia pozitive? Njeriu kur ka xhelozi pozitive, do të thonë është xheloz mirë për atë aspektin pozitiv. Çfarë do të thonë është xheloz për veten, për familjen, edhe për të afërmit e kështu me radhë, s'ka çfarë po keq. Kur shuhet kjo duke bërë gjunohe shumë, ato gjunohet e shuin edhe zbehin edhe largojnë këtë farë xhelozin që është pozitive, sa që njerit i duket njëjtë, si e pa gruan e tina zhveshën, si ka pa gruan e tina duke shku në për vende jo të mira, për të është e njëjtë. Pse? S'ka më xhelozi. Qysh ka hiq kjo xhelozi? Në përmjet gjunave, duke bërë shumë gjunave, që gjunavet e kanë shujt atë, ose kanë dobësuar atë farë xhelozin pozitive të tina. Ka shumë për më përmend, po edhe atë po du me përfundu ndoshta me këto, se gjunohet e ngushtojnë krahërorin, ato me cilën e fillim. Do thonë e ngushtojnë krahërorin e njeriut. Sa më shumë që të bëj gjunohe nuk është rahat. Edhe një farë ngushtimin krahëror, nuk e një farë lumturie, ka pak kënaqësi, ka se një lumturin, të gjithat mirat i ka. Por është i martuar, të gjitha i ka. Mirë po dëshiron edhe shtesë. S'pe arrin atë farë lumturin, por s'pe den kjo që lumturia bëron zemër. Për shkak të gjunoheve ka ndikuar që më ngushtu zemrën. Thot Allah azza wa jalla në Kur'an, men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Ai cili bën vepra të mira, nga edhe ai cili bën vepra të mira duke besuar Allahun azza wa jalla, çoft ky mashkull apo femër, kemi mundsuar atina me jetu një jetë të mirë, edhe nëse fukare, edhe nëse është fukare që si ka mjetet, domethënë parsore për mirëqenie. Mirë po, është i kënaqur me Allahun azza wa jall, zemra tina është e qetë, është i lumtur. Nuk kanë kohë, përderisa ai tjetri pak as me godit diçka ose bavaki ka të në të mirat, thotë nuk jam i lumtur. Nuk jam i lumtur. Pse? Se domethënë ju kanë ngushtuar gjoksit tina për shkak të gjinohave. Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Thot Allah azza wa jalla në ayat kuranor tjetër. Ai cili ja kthen shpinën për kutusit tim, ja kthen shpinën Kur'anit, ja kthen shpinën fesë Allahut azza wa jalla, fa inna lahu ma'ishatan danka. Ka me pas një jetë të vështirë. Ka me pas një jetë të vështirë në jetën e kësaj bote, në varreza edhe nesër në ditën e kiametit. Shumë njerëz domethënë tentojnë me arrit lumturinë nëpërmjet gjërave materiale, nëpërmjet epsheve, nëpërmjet pasunisë, nëpërmjet famës, pozitës, karrierës, e kështu me radhë. Mirë, po këto nuk janë që e shkaktojnë lumturinë. Lumturia është në adhurim ndaj Allahut azza wa jall. Lumturia është në bindje ndaj Allahut azza wa jall. Çaja është që e jep. Për këtë arsye gjejmë se Ibn Qayyim rahimahullah kur ka shkuar te Ibn Taymija rahimahullah dhe ka thonë, domethënë s'kom pa njeri i cili ka qenë më i qetë dhe më i lumtur se Ibn Taymija. Edhe pse ka pas prova të ndryshme. Ibn Taymija rahimahullah është burgos shumë. Ka qëndruar nëpër burgje. Pe një burgën tjetër për shkaqe të ndryshme. Mirë po, sa herë që është futur në ndonjë burg, kjo ka qenë person tjetër, ndoshta dikush nuk mund të arrijë këtë nivel. Mirë po ka thonë neunën pe aty në fedhuri bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi ar-rahma wa zahiruhu min qiblihi al-'adhab. Ka përmend këtë ajet kuranor që domethënë tregon se po duket sikurse është domethënë ka dashur me tregu se edhe pse burgu është që duket kaq i errët edhe i ngushtë, që njeriu e urren, mirë po thotë më kanë smuna me falendëru aq sa më kanë shkaktuar mua prej domethënë pe nivele të mëdha që më kanë burgosur në këtë burg. Pse? Domethënë unë vetëm me Allahun azza wa jalla, adhuroj Allahun azza wa jalla. Edhe këndoj Kur'an. Domethënë këto ka konsideruar nimetet e Allahut azza wa jalla, edhe pse u fut në burg. Pse se ai ka këshir punën pak më ndryshe. Ka këshir domethënë edhe thotë ata nxënësit e tina, thotë kur ka hyrë në burgjeve në Skënderie, më sa më kujtohet, kur ka hyrë në Taymija në burgun e Skënderisë,
Thot subhanallah, në atë moment, domethënë ata i patën ardhe dhe patën gjykuar, patën thonë shka në Iskenderia, në Aleksandri tash është, domethënë Iskenderia në arabisht mirë, Aleksandri, pe Kairos, në Aleksandri se kanë shpresuar që mos po del dikush atje dhe pe vrat Ibn Taymija rahimahullah kur u shku atje, atëherë thot subhanallah kemi vret një farnuri të madhe në fytyrën e shejkhut. Edhe domethënë ka thonë s'punë me shpërly ata se çka kanë shkaktuar pejt mirave të Allahut azza wa jall. Pse se ka pas lumturinë e tina në zemrën e tij. Dhe adhurim te Allahut azza wa jall. E ka njerëz të tjerë domethënë tonat mirat e ka pas e ka lumturinë se i bën gjinoh. Gjinohat shkaktojnë atë far ngushtimin e gjoksit edhe lumturinë. Me kaq përfundojmë edhe pse ka mbetë shumë për atyre që ka përmendim Taimi rahimahullah mirë po. Me kaq ndoshta është që mjaftueshme. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.